Në këto ditë kaq të errëta që po kalon Shqipëria, ku çdo ditë, çdo orë shfaqet të del para nesh një tjetër vjedhje për miliona dollarësh, e ku këta që janë pushtet akoma kanë në përkom ca krima halesh që vini, jo vetëm u vinë mrapa, po në thurin lavde. Edhe nga ana tjetër, një parti që s'ka dëshmu kur t'jetë më mirë se sa kjo që kemi. Shpresa hime e madhe, edhe vetme, është pse nuk mundemi ne o Zot të kemi njëherë një qeveri që është e jonja, që mendon për shtetin ton, për popullin ton, edhe për ne si komp. Kur figurët të tilla s'na kanë mungu kur, vëllezër e motra, sa nevojë kemi e sa dëshirë kam, që para se t'ikja unë nga kjo botë, të shifja njëherë një qeveri që do t'ishte qeveria jonë. Unë për vete e kam në kokë një dyshe që duhet të drejtoj Shqipërinë. Marin Memën si kryeministër, edhe Kocaqin si presidentet Shqipërisë. Në qoftë se populli do të mundte, do të arrinte, të kishte këto dy njerëz që unë njeh sot, mund të ketë plot e për plot Shqipëria njerëz të pastër, të mrekullueshëm, që kanë dëshmuar që e duan atë dhe unë. Por unë sot këta shoh si më të pranueshëm edhe domosdoshëm për kohën që jetojmë. Kryeministër Marin Memën edhe presidenta Kocaqin. Po të shifja këta, unë do të thoja me veten time Perëndis, jam gati të vi e të shkoj nga kjo botë, por po të shifja këta që do të vinë kryet vendit tim. Sami Gjoka ju përshnet, edhe unë nuk di se si ne mund të bonim realitet këtë domosdoshmëri që kemi, edhe mundësi që kemi. Duhet të shporim këto qenë, këto kriminal që kemi në pushtet, e Zot lejojmë të vinë ata që kanë qenë, që s'kanë bona i gjë tjetër më të mirë, për pak ndryshe nga këta. Ne kemi njerëz, kemi pas gjithmonë, por kanë qenë si ata, mineralet e tona, si bakri e nafta jonë, që këto këllysh kurvës të dy partive, jo kanë falë botës, edhe i kanë këthy në parat fsheta, për vetën e vetë dhe familjet e veta, me miliarda dollar që kanë kudo të fshehme në përbot, kur populli janë vetëm varfërohet shpirtërisht, moralisht, edhe ne po shohim ditë ditës vdekjen dhe shurjen tonë, kur s'na kanë shrujt për ndërit më të mëdha që kanë njoft bota deri më sot, se varrin po ne bëjnë krimate haleve, që vetëm i durojnë, jo vetëm i durojnë, por i thurin edhe lavde këtyre shkërdhatave që kemi, halet që kemi në përkom. Sami Gjoka ju përshtet.